Kulla Çunmulës dhe shndërrimi i saj në muze ka rikthyer Malësisë së Madhe një krenari që ajo e meritonte ta kishte prej kohësh. Ky muze historik i përbër nga 3 kate dhe i pasuruar me relike të asaj kohe, dhe jo vetëm, po pret vizitorë të shumtë vendas, por edhe të huaj. Muzeu Historik i Malësisë së Madhe, i njohur ndryshe si Kulla Bajraktarit të Hotit Çunmula, i inauguruar rreth 1 vit më parë, po pret vizitorë të shumtë vendas, por edhe nga jashtë kufive të Shqipërisë. Për muzeun kujdesen trashëgimtarët e Bajraktarit të Hotit. Interes nga gjithë, kanë ardhur mjaft, kanë ardhur njerëz, e kanë vizituar, kanë me të kënaqur, tepër të kënaqur, si punim, si këta diasporë që kanë investuar, kanë dhënë paret, e kanë ata ngritën kom, se për ne na kanë të lodhën fort. Për ka vinë më shumë turistat? Turistat po vinë prej Jugosllavisë, shqiptarë, prej diasporës vinë nga gjithë anët. Ç'i tërheq këto? I tek pamja, si shtëpi muze që ja bon, si shtëpi, si kull me emën që ka kënë për para, që ka prit njerëzit, janë nda bajraqet e kanë ardhe, kanë komuniku, kanë bata rregullat e veta, janë tepër të kënaqur me këtë. Për fatin e mirë, iniciativa e trashëgimtarëve të familjes dhe shqiptarëve që jetojnë kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëri që Kulla Çunmulës të marrë rrugën drejt shndërrimit në një muze të mirëfillt të Malësisë së Madhe. Për Kullën është dashur një ndërhyrje deri në detaje, por duke ruajtur në çdo rast elementet autentik.